Shqipëria dhe Kosova po punojnë me të rinjt për të shkëmbyer ide dhe mundësi bashkëpunimi në fushën e artit, trashëgimisë kulturore, teknologjisë dhe inovacionit. Nën kujdesin e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sporteve të Shqipërisë dhe me mbështetjen e Këshillit Britanik, Tropoja mirëpriti festivalin Next Generation, një mundësi për të përfshirë të rinjtë e Shqipërisë dhe Kosovës në industrinë kreative. Edicionin e parë të Next Generation që organizohet në kuadër të javës kombëtare kulturore, duke mirëpritur gjithashtu dhe Kosovën dhe Shqipërinë të bashkuar së bashku me industritë kreative, artët pamore, universitetet, institucionet tona kulturore për të lidhur një urë të rekomunikimit së bashku dhe të kryer këtë festival një lloj tradite të përgjithshme gjithmonë në Tropojë. Është vërtet një kënaqësi që jemi sot këtu dhe të shohim kaq shumë të rinj që kanë ardhur nga Shqipëria dhe nga Kosova për të ndarë eksperiencat e tyre, për të dhënë propozimet e tyre se si mund ta përmirësojmë bashkëpunimin tonë kulturor. British Council është patjetër një partner i Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, ku së bashku jemi duke punuar edhe për strategjinë e industrive kreative. British Council ka qenë një partner i palëkundur i të gjitha iniciativave tona, ku kemi pasur nevojën e tyre që të na përkrahen, dhe uroj që kjo marrëdhënie jonë, ky partneritet të vazhdojë dhe më gjatë, dhe kjo të jetë për të mirën e rinisë në të dyja vendeve, edhe të kemi edhe aktivitete të tjera të tilla që bashkojnë kulturën dhe ju japin mundësi të rinjve në projekte të ndryshme kulturore, në mobilitet artistik, në edukim dhe në të gjitha format të tjera të cilat i shërbejnë fuqisimit të rinisë. Kemi nevojë që ndjellim së bashku për përcjellje të brenda që vijnë vlerat e trashëgimisë tonë kulturore. Të rinjtë pjesëmarrës nga Kosova dhe Shqipëria kërkojnë të ketë më shumë vëmendje për veriun për të ndihmuar që gjeneratat e ardhshme të ndërtojnë ura bashkëpunimi dhe të sjellin shpresë për vendlindjet e tyre. Next Generation e kuptoj për shembull që mos humbim traditat e vjetra, se ka ardhur se po shohim sa më shumë të rinj, po i humbin traditat e vjetra super shumë. Dhe përderisa erdhëm në Tropojë, që dihet që është një vend shumë tradicional, po shohim me traditat e Tropojës se si janë, edhe mësojmë më shumë prej tyre, siç kemi ardhur edhe sot tek muzeu. Nxënësi i shkollës Besilia Pacis, ky aktivitet si u zhvilluar në Tropojë për rinin. Aktivitet ka zhvilluar shumë, Next Generation mund të jetë diçka e tillë, mirë për komunitetin e rinin. Si një iri me plot vullnet dhe dëshirë për me fol kombin të më mirë, e shoh që ka potencial sidomos pjesa e Valbonës, për mungesa guidave certifikume, atëherë na të rinjt duhet me vendosë diçka dhe shpresoj që këto dukuritë negative kanë mu hek. Nga këto aktivitete fituam përvojën që të njihemi më shumë me moshatarët tanë dhe të kryejmë si me ta. Gjithashtu marr informacione për projekte të reja që do të ndodhin në Tropojë në Shqipëri. Vi nga Gjakupa. Ky event është shumë i rëndësishëm për mua, më shumë që të bëjmë recenzime të reja me artistë dhe gjithashtu me industrinë kreative. Dhe më ndihmon sepse tani unë jam duke u përgatitur që të certifikuam nga European Institute of Innovation and Technology për të drejtuar gjithashtu në të ardhmen industritë kreative dhe kulturore që kanë të bëjnë edhe me teknologji dhe inovacion. Gjatë paneleve të diskutimit për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, u theksuar rëndësia e kualifikimit të rinjve në dy anët e kufirit, për ta shfrytzuar traditën shqiptare si potencial punësimi dhe zhvillimi për Shqipërinë dhe Kosovën. Qovisa Ndoja, administrator i Nisërisë Administrative Lik Bibaj, gjithashtu koordinator i projektit Next Generation, java kulturore që po ndodh në Tropojë. Next Generation është një aktivitet ku sjell bashkë traditën, kulturën, artin, folklorin, kulinarinë e Tropojës dhe Kosovës bashku. Është një aktivitet që bën bashkë të rinjt sot në mënyrë që të shkëmbejnë informacionet, idetë e tyre, eksperiencat, por gjithashtu të krijojë ura bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe të rinjve të Tropojës. Përfaqësoj Këshillin e Kosovës për trashëgimi kulturore. Ne jemi munduar që në çdo plan aktivitet të punës që e ka institucioni jonë të përfshijmë edhe të rinj, duke i konsideruar si pjesë mjaft e rëndësishme e të ardhmës së trashëgimisë kulturore. Jam arkitekte nga CVP Kosova. Na si organizohet kemi krijuar platforma të ndryshme për përfshirjen e të rinjve në dokumentimin dhe interpretimin e trashëgimisë kulturore.
sidomos kohëve të fundit kemi filluar edhe me aplikimin e teknologjive të avancume në dokumentim të trashëgimisë. British Council, sidomos vitet e fundit, fokusin kryesor e kanë në Bashkitë e Veriut. Alternative Pathways ka pasur në fokusin kryesor fuqizimin e të rinjve në këto bashki dhe sidomos rritjen e kapaciteteve. A keni përmisa shtetare në ta shkrini që një nga lekvive për shembull këto licencohet si kamalier ose si kuzhinier dhe të jetoj aty, ta zhvillojë ekonominë pikërisht nga shtati. Si projekt për fshatin, jo, po si GIZ, po. Projekti arsimit dhe arsimit profesional që quhet ProSit e bën në hoteleri dhe turizëm. Mirë po punon me shkollat profesionale gjithandej vendit. Kurse ne çka kemi bërë për shkak se dëshirojmë të intervenu brenda në fshat, i marrë me trinj që dëshirojnë të bëhen udhërrëfyes apo guida lokale. Dhe kjo është arsyeja apo edhe metoda që ata edhe po mbesin në fshat. Për mua ka qenë edhe surprizë në fakt pozitive edhe e mirë që pa marrë parasysh ikjes masive përgjithësi në fshatat e Shqipërisë, në Lek Bibaj ki akoma trinj e treja që jetojnë aty, ka dhe shkollë. Sugjerimi im është mos u vononi si Shqipëri dhe mos harroni me përfshi edhe Kosovën me gjithë të rinjt e këtyre forumeve ku janë vendet që këta të rinj ko t'i mësojnë me restauru, sepse ajo nuk sjell gjenerim të qëndrueshëm të punësimit. Restaurohen dy pulla, e treta dikur se s'ka financime, nuk ka mbjetesë dhe nuk ka qëndrueshmëri. Përtej kësaj i lutem Shqipëria le të hynë në programe të UNESCO-s, të cilat janë prej viti 2020 dhe pikërisht është tema punësimi i rinisë në trashëgiminë kulturore. Shqipëria synon ta kthejë në një traditë të përvitshme mbajtjen e festivalit Next Generation në veri të vendit.